Gjykata e Tiranës vendosi masën e sigurisë arrest me burg për Vladimir Gjutën. Gjuta akuzohet se ka shkelur masën e sigurisë, arrest shtëpie dhe për dhunë në familje. Gjatë seancës, prokuroria kërkoi arrest me burg për të, pasi sipas organit të akuzës, Gjuta ka qelluar edhe babain e tij, dhe se ky fundit ka deklaruar në polici se ishte shtyr nga Vladimiri, teksa donte të dërgonte djalin e vogël në spital, pasi nuk ndjej mirë. Ndërkaq që avokati mbrojtës i Gjutës jashtë kamerave ka deklaruar se klienti i tij vua nga çrregullime që janë shkaktuar gjatë kohës që ka qëndruar në burg, kur u arrestua si dyshuar për vendosjen e tritolit në farmacinë e babait të ministrit të Brendshëm Tahiri. Por akuzat që pretendon organi i akuzës, vetë Gjuta i ka mohuar gjatë seancës, ndërsa për sa i përket akuzës së shkeljes së masës së sigurisë, ai ka deklaruar se nuk ka pasur dieni. Sa kaq pas dhënies së masës së sigurisë, babai Vladimir Gjutës, Ferit Gjuta, në një dalje për mediat, ka mohuar dhunën që pretendohet se është ushtruar ndaj tij, gjë për të cilën policia arrestoi Vladimir Gjutën. Në asnjë mënyrë, përkundër. Absolutisht më që ashenja, e vesh më pas pa një bab tjetër, se për mu që ky si jam, s'ka mundësia. Keni deklaruar këtë gjëra në polici dhe në polici absolutisht nuk kemi thënë gjë vetë se ka ardhur na ka thënë, kum ditë se jam të shku me thënë për arrest shtëpie. Ka thyer arrest në shtëpi. A keni kërkuar ju urdhër mbrojtje? Absolutisht jo. Sa urdhër mbrojtje pauzon me te. Ai mund të thosë ai që ka desh me putit baba me më të shtëpia, po jo unë ata. Edhe i vëllai ka mohuar dhunën që pretendohet se është ushtruar ndaj babait të tij, duke shtuar se institucionet duan që të prishin imazhin e fisit Gjuta. Ky është një skandal i rradhës që po bëhet nga shteti dhe nga policia, sa për dini. Ky është një masakrim që po na bëhet, ka shi nesh. Për mendimin tim, këto janë gjithmonë vetëm struktura shtetërore që po na synbën. Për të na prish imazhin e familjes Gjuta dhe në përgjithësi edhe të fisit tonë. Ai po dënohet edhe po merret në përkëmbë dinjiteti e figurës e tij.